Edi Rama mblodhi sërish sot të vetët dhe I futi të dridhurat për listat. Rama thot se në listat e sigurta do të vendos vetëm të rinj dhe drejtuesit e qarqeve. Po ashtu ai u jep prioritet në vendet e sigurta grave, ndërsa burrat I ekspozon në rrezik. Nuk e dim akoma strategjin, pasi do e kuptojmë mirë kur të shpallen listat më 12 mars. Por ajo që na bëri përshtypje sot është fakti se Rama deklaroi që ai vetë nuk do të jetë në lista. Çfarë do të thotë kjo? Apo shkon drejt regjimit të mikut të tij Erdogan, apo dëshiron që të largohet jo si humbës nga politika dhe pushteti? Gjithçka mund të ndodhë. Ndërkohë Rama si përdit edhe sot sulmoi opozitën, duke I bërë të qartë Berishës se nuk ka Trump dhe la Civita që e sjellin atë në pushtet. Sali Berisha prezantoi sot koalicionin e tij me 25 parti për zgjedhjet e 11 majit. Kreu Demokrat tha se këtë koalicion nuk e ka parë ndonjëherë historia, pasi ai përfaqëson elitat politike. Dakord jemi ne, por na e prish pak logjikën Dyshja Gjuzi dhe Jenisheri, për të mos thënë edhe të tjerë. Berisha shpalosi skemën se si do ta bëjë Shqipërinë madhështore, ndërsa u përpoq të ulte kundërshtarin duke e sulmuar në pikat e dobta të qeverisjes së tij të gjatë. Mirë po Berisha sot bëri një denoncim të fortë, teksa u përgjigj Edi Ramës. Berisha thotë se kryeministri socialist ka bërë tentativa pazaresh nën rrogo për të marrë votën e Partisë Demokratike për të shkrirë spakun. Madje kjo është bërë çështje, thot kryedemokrati, edhe në selit diplomatike. Një tjetër lajm që prodhoi sot prezantimi I koalicionit të Sali Berishës ishte mungesa e kreut të PD-s Shpëtimi Drizi, teksa pritej që ky fundit të bëj bashkë me Vangjel Dulen sot në prezantimin e koalicionit nga Berisha, ai mungoi. I pyetur nga mediat I Drizi thot se kjo ka ndodhur për shkak të një agjende jashtë vendit. Megjithatë, mungesa e Idrizit në prezantimin e sotëm të koalicionit nga Berisha ngre shumë pikpyetje. Sali Berisha është I pari që I vjen turp nga koalicioni I tij. Sigurisht jo për të gjithë, po për shembull për Selami Jenisherin, sepse nëse do të ishte ndryshe, ai do ta kishte thirrur sot siç I thirri të gjithë në prezantimin e koalicionit me 25 parti, pasi njërin prej këtyre partive drejton pikërisht Selami Jenisheri. Mirë po ky fundit deklaroi sot në media se nuk ka marrë ftesë për prezantim nga Berisha. Nuk më kishin njoftuar në prezantimin e koalicionit. Kemi prezantuar kërkesën për një deputet në listë mbyllur. I kam kërkuar Berishës emrin në listën e sigurt. Luciano Boçi na thirri në koalicion dhe për marrëveshjet aleancës. Kam gati programin dhe nuk pyes nëse Berisha nuk pranon. Meta është në listë mbyllur, por ka çështje të hapur me drejtësinë. Doja të bashkohesha me Dashamir Shehin, por kryesia vendosi për Partinë Demokratike. Nuk është e vërtetë që nuk ka mbështetës. Budallënjt flasin kështu. Ata le të vinte unë dhe t'i çojte 5 zyrat e mia e t'i shohin. I jap 25.000 vota dhe 3 deputet Partisë Demokratike, thot Jenisheri. Tani ky I fundit ose është mërzitur shumë që Berisha nuk e ftoi se I vinte turp, ose pastaj na vjen keq ta themi, po mosha bën të vetën. Jo për gjë, por të kishte në të vërtetë Selami Jenisheri 25.000 vota dhe t'i jepte 3 deputet Partisë Demokratike, Berisha do ta kishte ulur sot në rreshtin e parë aty në sallën e prezantimit të koalicionit. Edhe turpin me bukë do ta hante siç ka bërë gjithmonë. Një nga betimet kryesore të programit elektoral Shqipëria Madhështore të Sali Berishës është se sa të vi në pushtet do shkrijë spakun dhe do bllokoj të gjitha institucionet sipërore të drejtësisë për gjoja reformimin e tyre. Që do të thotë se I pandeuri I Sali Berisha do rikthej drejtësinë e modelit të ish-KLD-s dhe Ilir Metës dhe prokurorive e gjykatave të modelit të Adriatik Llallës dhe Gjingjonit, që nuk prekin asnjë politikan dhe qeveritar. Pra nëse non grata Sali Berisha rikthehet në pushtet, do t'i bëjë drejtësisë shqiptare atë që presidenti Republikës Srpska në Bosnjë Hercegovinë, non grata Milorad Dodik, I bëri drejtësisë së këtij vendi më datë 5 mars 2025. Me ligje të posaçme bllokoi aktivitetin e gjykatës, prokurorisë, agjencisë shtetërore të hetimeve dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor prokurorial, duke lënë vendin pa shërbim të organeve të drejtësisë deri kur ta dojë ai. Të njëjtin qëndrim agresiv dhe projekt bllokues e shkatrues ndaj drejtësisë, tamam si presidenti non grata Dodik I Republikës Srpska, ka edhe ish-presidenti e ish-kryeministri shqiptar non grata Sali Berisha, por me ndryshimin se Milorad Dodik ka pushtetin në Republikën Srpska dhe është pozicionuar hapur kundër shtetit amerikan, ndërsa Sali Berisha po lufton për të rimarrë pushtetin në Shqipëri duke ndërprerë sulme ndaj Shtëpisë së Bardhë dhe duke ju lupir Donald Trumpit.
Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar sërish ditën e sotme teksa bëhet një muaj nga qëndrimi i tij në qelinë e paraburgimit në Durrës. Këtë të martë do të mbahet seanca në gjykatën e apelit dhe Veliaj thotë se do të rikthehet aty për të mbrojtur familjen dhe veten. Ai thekson se kërkesa për pendes ngjan me gjyqet popullore histerike të viteve 60. Veliaj denoncon se presioni që po u bëhet dëshmitarëve duke ju prekur familjen u përket xhelatëve të një regjimi. Prezumimi i pafajësisë është detyrim për standard europian dhe jo histeri kolektive e banaqeve, portaleve dhe kundërshtarëve që me vot i mundëm 7 herë në Tiranë. E veç me dhunë mund të na heqin nga fushata. Më shumë do të them nesër në seancë, paralajmëron Veliaj. Një tjetër skandal i madh ka shpërthyer në Elbasan, ku kryetari i bashkisë Gledis Llatja është përfshirë në një situatë të dyshimt që ka ngritur shqetësime të forta për abuzimet me pushtetin dhe mungesën e transparencës në administratën publike. Në qendër të këtij rasti është dhënia e një leje ndërtimi për babain e tij Ilyas Llatja në një sipërfaqe të konsiderueshme në një nga zonat më të diskutueshme të qytetit, ish pishinat e shtetit në Elbasan. Ky veprim i cili ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe të mediave, ka nxjerrë në një seri pyetje të rëndësishme lidhur me ligjshmërinë dhe mundësinë e shkeljes së ligjit për konfliktin e interesit nga ana e kryetarit të bashkisë. Leja e ndërtimit është dhënë për një projekt që përfshin një ndërtesë me 10 kate dhe një sipërfaqe ndërtimore prej 3994 m2, një zonë që ka pasur një histori problematike për shfrytëzim të papërshtatshëm. Ky vendim është një shembull flagrant i mundësisë për të shfrytëzuar pozitat e pushtetit për përfitime personale dhe familjare. Seanca për të miturin Mario Përlleshaj, që akuzohet si vrasës i bashkëmoshatarit të tij Martin Cani, është shtyrë. Në seancën e sotme gjyqësore ishin të pranishëm edhe prindrit e Martin Canit. Pas shtyrjes së seancës paraprake, nëna e Martin Canit bëri thirrje që të vendoset drejtësia në vend. Ajo kërkoi po ashtu mbajtjen e seancës gjyqësore me dyert hapura, pasi siç thotë, nuk ka më sekrete. Nëna e Martin Canit thotë se djali i saj duhet të bëhet simbol me qëllim që ngjarje të tilla të mos ndodhin më në familjet shqiptare. Mario Përlleshaj është marrë i pandehur për kryerjen e veprës penale, vrasje në rrethana cilësuese ndaj një tmituri dhe kundër 2 ose më shumë personave. Krimi ndodhi më 18 nëntor 2024 në shkollën Fanoli në Tiranë. Mario Përlleshaj mbahet në institucionin e të miturve në Kavaj. Përsëritet historia pranë ambienteve të gjimnazit Sami Frashëri. Ditën e sotme, nxënësit janë përleshur në një sherr masiv me njëri tjetrin duke përdorur edhe sendet forta gjatë përplasjes fizike mes tyre. Në një moment, njëri prej nxënësve përfundon përpara gomave të autobusit, por tragjedia shmanget pasi ai arrin të ngrihet me shpejtësi dhe të largohet nga aty, ndërkohë që bashkëmoshtarët e tij vazhdojnë sulmin përpara makinave që janë bllokuar në trafik për shkak të përleshjes mes tyre. Pas këtij sherri masiv, 6 nxënës janë shoqëruar në polici. Ky është një lajm që bën mirë ta dëgjoj edhe kryeministri Rama, pasi ka vendosur të mbyll TikTokun, të cilin e cilëson si autorin e vetëm të ngjarjeve të tilla. Por jo, autor në këto raste janë masat që duhet marrin organet kompetente, në rastin konkret të gjitha në varësinë e kryeministrit. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar sërish sot kryedemokratin Berisha për protestën që ka thirrur ky i fundit më datë 15 mars për mbylljen e rrjetit social TikTok. Protestën për këtë kauzë më 15 mars, sidomos edhe thirrjen e kryedemokratit Berisha për fëmijët në përshkolla që t'i bashkohen, kryeministri Edi Rama e cilëson thjesht si lajthitje të bufit të Kënetës. Bufi i Kënetës i kërkon fëmijëve dhe prindërve të tyre që të dalin në shesh, që të protestojnë për mbylljen e TikTok. Kjo është Këneta jonë opozitare, për sa kohë do të ketë në krye bufin. Mbyllja e TikTokut nuk ka të bëjë me lirinë e fjalës, pasi do të zgjas aq kohë sa kompania të na jap një plan bindës. Kjo është Këneta opozitare dhe filozofia e saj. Kjo do të jetë derisa të jetë bufi që vigjilon nga balkoni mbi të gjithë gjendjen poshtë në Kënet, duke i kthyer përfaqësuesit e popullit opozitar në zvarranik që kafshojnë e pickojnë. 95% e prindërve dhe mësuesve na thanë mbylleni TikTokun. Ne presim të shohim planin e
premtuar për sigurinë e shtuar për fëmijët tanë. Arsyeja pse vendimi u mor javën e shkuar ka të bëjë thjesht me kapacitetet teknike për të realizuar mbylljen e platformës që kanë kërkuar kohën e tyre. Nuk ka të bëjë gjikundi me lirinë e fjalës dhe zgjedhjet. Uroj të jetë e përkohshme, do të zgjas aq kohë sa kompania të na jap një plan për sigurinë e fëmijëve. Apeli i bufit të Kënetës duhet marrë tetë seriozisht si një simptom lajthitje e rrezikshme, thot Rama. Policia franceze godet bandën e njohur si Nikla me drejtues të arrestuarin Edison Pula. Policia franceze shkatron grupin kriminal që akuzohet për vjedhjen e 49 banesave në Itali. Ky grup kishte si shënjestër personazhet VIP si futbollist, pilot të Formula 1 dhe këngëtar të famshëm në Francë dhe Belgjik. 7 persona janë arrestuar, ndërsa sipas policisë franceze janë vjedhur 1 milion euro pasuri ku përfshihen bizhuteri dhe artikuj lukure luksoze. Pasi janë vjedhur në Itali, mallrat janë shitur në Shqipëri. 6 të dyshuar përfshir kreun e grupit Edison Pula akuzohen për një sër grabitjesh të guximshme, por edhe për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Edison Pula, i kërkuar edhe nga Interpol, njihej për arratisjet e tij përfshir atë spektakolare në qershor 2022 nga një burg italian. Francezët e kanë pagzuar këtë grup kriminal me emrin Nikla. Skiftiri i bandës së Niklës, Edison Pula, u arrestua më 5 shkurt në Luksemburg. 30 vjeçari shqiptar akuzohet për disa vepra të rënda penale. Ai u identifikua fal profilit të tij gjenetik, i marrë nga më shumë se 30 vjedhje të kryera midis qershorit 2022 dhe shtatorit 2024. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i bën të qartë të gjithëve se qeveria e re do të udhëhiqet nga lëvizja vetvendosje, duke përjashtuar në këtë mënyrë koalicionin qeverisës me një nga partitë e opozitës. Megjithatë, ditën e sotme kryeministri Kurti dhe kryeparlamentari Konjufca përjashtuan edhe bashkëpunimin me partitë serbe për koalicionin qeverisës. I pyetur ditën e sotme për qeverinë e re, Kurti u përgjigj gazetarëve shkurtimisht duke vjuar agjendën. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt e udhëhequr nga vetvendosja dhe unë, tha ai. Ndërkohë më herët, kryeparlamentari Glau Konjufca tha se partia e tij synon të formojë qeverinë e re me mbështetjen e partive jo serbe. Siç e keni parë, qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet jo serbe. Ky është qëllimi ynë, sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar listën serbe që operon në ndikimin e Beogradit që të ketë pushtet vendimtar siç kishte në qeverit paraprake. Nëse do të jetë e nevojshme, ne do të takohemi si udhëheqës dhe të vendosim për hapat e ardhshëm, por sa u përket partive opozitare, ato kanë ndërmarrë një qëndrim pengues. Sulmet ndaj lëvizjes vetvendosje kanë qenë agresive dhe mendoj se këto zgjedhje ishin mjaft jo të drejta, me akuza jo të drejta dhe me goditje të ulta, tha Konjufca. Presidenti serb Aleksandar Vučić ngre alarmin se Ballkani nuk është i sigurt. Sipas Vučić, situata e sigurisë është lëkundur ndjeshëm tashmë dhe nuk përjashtohet edhe ndonjë luftë e mundshme në rajonin e Ballkanit. Presidenti serb ka diskutuar sot me të vetët lidhur me protestat që po i kërcënojnë regjimin, ku një tjetër e tillë e madhe është paralajmëruar për më datë 15 mars. Megjithatë, protestat masive të organizuara deri më tani nga studentët në qytetet më të mëdha të Serbisë, ku kërkohet përgjegjësi për vdekjen e 15 personave nga shembja e strehës së stacionit hekurudhor në Novi Sad, nuk kanë qenë të dhunshme, por duket se Vučić i friksohet protestës së 15 marsit. Vučić ka bërë një bilanc të pasojave që kanë sjellë këto protesta, ndërkohë që qytetarët serb, pas protestave të njëpasnjëshme të studentëve por jo vetëm, kërkojnë publikimin e të gjithë dokumentacionit mbi rindërtimin e stacionit hekurudhor të Novi Sadit për të përcaktuar përgjegjësinë për tragjedinë, ndjekjen penale të personave që kanë sulmuar pjesëmarrësit në protesta, si edhe ndërprerjen e procedurave gjyqësore të nisura ndaj të arrestuarve në këto demonstrata. Rikthehen negociatat e paqes mes Ukrainës, SBA-ve dhe Rusisë, pas asaj që ndodhi disa ditë më parë në zyrën ovale mes presidentit Trump dhe Volodymyr Zelenskit. Më 11 mars, delegacionet amerikane dhe ukrainase do të takohen në Jeddah të Arabisë Saudite. Pala amerikane thotë se qëllimi është të krijohet një kornizë për një marrëveshje paqeje dhe një armpushim fillestar. Në delegacionin amerikan do të jetë Marco Rubio, sekretari i shtetit, dhe Mike Waltz, këshilltari kombëtar i sigurisë. Ndërkohë pala ukrainase do të përfaqësohet nga Andriy Yermak, ndihmësi kryesori Volodymyr Zelenskit, i shoqëruar dhe nga ministri i jashtëm Andriy Sybiha, ministri i mbrojtjes Rustem Umerov dhe Pavlo Palisa, një ndihmës ushtarak. Ukraina ka bashkuar forcat me Francën dhe Britaninë e Madhe, ku këto dy të fundit duket se janë bërë ndërmjetëse midis saj
dhe shtëpisë së bardhë. Ukraina kërkon të nënshkruajë një marrëveshje për zhvillimin e përbashkët mineraleve amerikane dhe ukrainase. Ndërkohë vetë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehet i gatshëm për planin e paqes dhe në prag të bisedimeve në Arabinë Saudite ai ka zbutur dukshëm tonet, ndryshe nga sa ndodhi më herët në përplasjen me Donald Trump. Ndërkohë, ditën e sotme, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nisi t'i thurë lavde presidentit amerikan Donald Trump, por nga ana tjetër dikton edhe kushtet e Kremlinit për negociatat e paqes me Ukrainën. Është ende shumë herët për të nxjerrë ndonjë përfundim të gjerë, por ajo që kemi dëgjuar deri më tani nga zyrtarët e administratës Trump është në përgjithësi inkurajuese, thot Lavrov. Ndërkohë, ditën e sotme, presidenti amerikan Donald Trump ka bërë një hap pas pasi ka vendosur të tërhiqet nga një urdhër i pak ditëve më parë. Tashmë Trump vendos të lejojë CIA-n të ndajë informacionet sekrete me Ukrainën për luftën me Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio njoftoi ditën e sotme se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë anulluar zyrtarisht 83% të programeve të USAID. Rubio thotë se janë anulluar 5200 kontrata që sipas tij kanë shpenzuar miliarda dollar dhe kanë dëmtuar interesat kombëtare të SBA-ve. Sa i takon 18% që të mbetur të programeve ose rreth 1000 kontrata, këto të fundit do të administrohen më efektivisht nën mbikëqyrjen e Departamentit të Shtetit. Pas një shqyrtimi 6 javor, ne po anullojmë zyrtarisht 83% të programeve në USAID. 5200 kontratat që tani janë anulluar shpenzuan 10 miliarda dollar në mënyra që nuk shërbyen dhe në disa raste edhe dëmtonin interesat kyçe kombëtare të SBA-ve. Në konsultim me Kongresin ne kemi për qëllim që 18% e mbetur të programeve që po mbajmë, afro 1000 kontrata, të administrohen tani më efektivisht në Departamentin e Shtetit. Marco Rubio e cilson këtë një reformë të vonuar historike. Qindra programe të USAID që ofrojnë ndihmë etike në të gjithë botën u pezulluan pasi presidenti amerikan Donald Trump më datë 20 janar urdhëroi ngrirjen e shumicës së ndihmës amerikane, duke u shprehur se ai dëshiron të sigurohet që ajo të jetë në përputhje me politikën e tij të jashtme. Me këtë urdhër të Trump u mor personalisht Elon Musk, i cili e quajti USAID-in organizatë kriminale. Gjendja shëndetësore e futbollistit Rej Manaj paraqitet e stabilizuar dhe ky është një lajm i mirë. Manaj kaloi mbrëmjen në spital pas dëmtimit të rënd që psoi në ndeshjen e së dielës në Superligën e Turqisë. Sulmuesi humbi ndjenjat në fushë dhe u dërgua menjëherë në spital. Pamjet që publikuan fillimisht media turke ishin shqetësuese, me sulmuesin shqiptar që komunikonte normalisht me trajnerin dhe stafin e skuadrës. Pamjet e publikuara sot nga media turke janë qetësuese, me sulmuesin shqiptar që komunikon normalisht me trajnerin dhe stafin e skuadrës, madje duke premtuar se do të kthehet në fushë për 2 ose 3 ditë pas tronditjes së rënd në kokë. Protokolli mjekësor kërkon mbikëqyrje të paktën për 72 orë për Manajin. Megjithatë, nga ajo që raportojnë media turke, gjendja e Manajit është e qëndrueshme. Edhe testet e para mjekësore nuk kanë zbuluar asgjë shqetësuese. Megjithatë, Manaj do të vijojë të jetë në monitorim dhe do t'i nënshtrohet analizave të tjera në ditët e ardhshme. Kështu që do duhet edhe pak kohë të mësohet nëse Manaj do të jetë i gatshëm për kombëtaren e Shqipërisë për ndeshjet e para në kualifikueset e botrorit 2026.